E qartë, Gashi, jemi me ju tani. Jemi me ju. Fotografia juaj ishte në këtë protest. Po, e kam para fotografi dhe ta thëmë drejtin, nuk jam habit sepse ata njerëz kanë qenë nxitun si pas mendimit tonë dhe informatave që posedojmë nga Bashkia Islame e Kosovës, duke ju thonë se lëvizja për rikthejmë është organizatore, gjitha që ngjarje që ka ndodhur rreth kishës në Zogaj. Kjo nuk është e vërtetë. Edhe nuk ka qenë e vërtetë se ne nuk kemi organizatorë as nuk bjerë me punë ndërtimit kishave, xhamiave apo diçka tjetër. Qëndrimi ynë ka qenë i qartë që prej fillimit ne kur kemi pajtu me politikat përkatëse të bikut, i kemi thonë s'jemi me muslimon, kaq. Edhe aty ka përfunduar gjithçka me ta. Po Arber, kush qëndron prapa organizimit sepse ende pa marrë leje, ende pa u vënë gur themeli. E ka shpjeguar edhe Basria herën e kaluar që ai ka qenë bekimi apo jo, gjë për të cilën pat shumë reagime. Kam lexuar me shumë kujdes edhe statuset tuaja, por edhe komentet që janë bërë, që ju keni bërë një hap para se të bëni hapin e parë që duhet bërë. Kush qëndron prapa kësaj? Nëse më lejon të përgjigjem, me sa unë jam informuar, me sa aq sa kam ditur në atë kohë, ka qenë kështu që jemi ftuar ta përcjellim një lajm të banorëve që janë pagzuar në Vushtrri për një ngjarje e cila do të ndodhte me datën 18 gusht. Kaq është ajo që kemi ditur dhe kaq është ajo që kemi postuar në opinionin publik. Se situata do të marrë një rrjedhë të tillë, ne nuk e kemi parapo. Çka më ka ardhur keq është çështja që zakonisht kur ka të bëjë me simbolet dartanis, ato si sa që le mbyll syt zhduken para syve të shqiptarëve, qoftë në Shkup, qoftë në Nish, qoftë në Kosovë. Dhe kjo është dhëm, ta them drejtën, edhe dhëm secilit shqiptar, që ndjen veten shqiptar, dhe kjo është gjendja me cilën sot po ballafaqohemi edhe duhet mësohemi të jetojmë me të. Banorët po e thonë vazhdimisht këtë, pra për ta qartësuar, do ta dëgjojmë edhe deklaratën, regjia ma bëni gati të të moshuarit, që ne nuk jemi kundër, do të thotë nuk kemi kundër vëllezërve tanë katolik, siç e ka thënë shumë shpesh edhe në deklarata. Ata frikën e kanë që kanë hyrë në mes lëvizjet në këtë rast, duke u referuar edhe lëvizjes tuaj, duke nxitur përçarje. Këto akuza janë kundrejt jush. Ata mujnë me pas, nëse foli për përçarjen. Ai mundet me pas drejt, ne s'jemi bon bashkë me Hoxhën, aty jemi përqa me Hoxhën, po, edhe s'dojmë me konë më bashkë. U kry kjo punë. Për çështje kombëtare flasim diçka, kombin e kemi bashkë. Sa për çështje të Hoxhës kur më bashkë jo. Pra në këtë punë. Pse? Pra aty s'jemi më bashkë aty. Para se të bëni një zgjidhje, para se të bëni. Po. Nuk është heroi jon Sultan Murati, nuk është Sultan Mehmeti, nuk është flamuri jonë Leck, unë e kom emnin në Orbër, nuk e kom emnin... Se duhet kjo me nga të regu sot për 2026, ku na e kem ditë gjithmonë, bre. Se duhet sot, a përëptan. Edhe t'jatë ma nga të regu për betimin tënë, a për me të regu me betimin tënë. Po të fletë për betimin tënë. Po jo, unë e bona pyetje ma herët, a kena drejt me ndërhy, ti mund është me thonë mësë më ndërhy dhe unë ta respektoj. Jo, unë ta respektoj. Jo, Adnan, keni të drejt të debatoni, për të jeni thirë këto. Ti e shqiptar, unë jam shqiptar, ti thua Adnan, a ka mundësi me ndërhy, unë thëmë po. Që sa thjesht? Me datën 6 maj, në organizimin e manifestimit Skënderbeut, Biku në Isolli, aty ku e kemi planifiku ta bëjë manifestimin i sollit çadrat arabe. Edhe ne nuk kemi reagu me këtë ashpërsi, por kemi shku në dialog, kemi bisedu me ta. Bili Basriu ka qenë dialog dhe ka rriti farmarrëveshje për të mos shkaktu këto probleme që shkaktohen. Pra, të lutem se ekstremizmi, unë e di që ka individ, edhe nga ona e këtyne që po quhen tant, po që janë, zyrtarisht të ne nuk janë, edhe nga ona e këtyre që nuk jënë bo ma katolik se papa, se nësë muj mu bo ma katolik se papa, e kuptën? Nuk muj mu bo ma katolik se a i katoliku i vjetë. Është me neve kushtrim Veseli, asambles, kushtrim, po na dëgjon? Alo, përshëndetje. Po, kushtrim, jemi drejt për drejt nëse po na dëgjon. Pra sa kemi parë, ti ke shprehur opinionin tënd kundër ndërtimit të kësaj kishe. Pse kushtrim? Çfarë ka qenë?
Prej fillimit, do më thonë, unë nuk jam kundër kishës katolike, dhe as kundër asnjë komuniteti fetar. Vetëm se mund të kamerën, të lutem, kushrim ta ndezësh që t'jemi edhe me pamje. Nëse po dëgjojmë, po vetëm edhe kamera na duhet natyrisht. Nuk ashtu bos di pse. Okej, mund të vazhdosh të flasësh derisa edhe do ta rregullosh, besoj. Ja, po atë për këtë çështje ka qenë atë shumë i qartë qysh prej fillimit. Unë nuk jam kundër kishës katolike, as nuk jam kundër asnjë komuniteti fetar, absolut. Çështja për mua ka qenë veç respektimi i ligjit. Çdo objekt, qoftë kish, xhamia apo çfarëdo objekti tjetër, duhet fillimisht të i nënshtrohet procedurave të planifikimit urbanistik dhe të pajisjet me leje përkohëse para se mu fillu më ndërtu. Në anën tjetër, banorët kanë të drejtën. Atë e kena po një protestë shumë paqësore për banorëve, për rreth atyre fshatrave. Banorët kanë të drejtën në protestë, me shpreh pakënaqësinë dhe shqetësimin e tyre mes protestës paqësore që kanë bërë dje për shembull. Ajo që nuk duhet lejuar nga askush është gjuha e vërtetës, kërcënimi apo nxitja. Mas pari protesta ka qenë standardi dyfisht. Pse? Policia e ka ndalu një mesh e cila ka apliku kisha i Peshkvia në polici dhe mas 25 dite ju ka ndalu aj sakrament fetar. Këtë rast, Adnan, po për akuzoj se policia Kosovë në ata dhe mars do të përgjigjen edhe unë uroj që i Peshkvia dhe e palë të interesit ta padisin policinë e Kosovës. A kina i dokument që e vërteton që ka Po, kushtrim, po dëgjoj.